Në esencë të saj të e njohur, poezia nuk do ta kishte kuptimin e plotë të saj, princeshe e artit, për që se nuk do të buronte nga gura e shpirtit, pra nga shpirti i poetit, siç jeni ju poetë të nderuar, që sonte u ka bashkuar manifestimi poetik festat e nëntorit, manifestim që mbahet në shenjë respekti e kujtese për burat dhe burneshat e kombit, që na e lanë trashëgimi gjuhën dhe atë dheun, bashkë me amanetin e tyre për bashkimin e kombit. Them kështu nga se sot, poetët nga mbarë trojet e atë dheut janë të buar për të bërë sa më madhor këtë manifestim, të cilin do të dëshmojnë ata që u thamë lartë dhe njëkohësisht të dëshmojnë se po të mos ishin poetët e në veçanti ata të rilindjes kombëtare, sot as që do ishim këtu ku jemi dhe këto që jemi, popull që ngjitemi në pjedestalin e arteve të bukura pagzuara dhe. Përndër të fisnikërisë dhe përkrahjes materiale dhe morale, më lejoni që të ftoj kryetarin e Këshillit, zotin Bekim Mehmeti. Mirëmbrëma gjithëve. Është pak vështirë të gjesh fjalë për jemi mes poetëve, mes shkrimtarëve, ato fjalë që duhet t'i thuash pasi që jeni me ma përvojë dhe është problematike pasi ngurej që të mos gaboj, kështu që edhe po gaboj kërkoj falje paraprakisht. Të nderuar të pranishëm, të nderuar mysafir, të nderuar poet, të nderuar zonja Behare, kafetare e shoqatës së shkrimtarëve UANUM. Është një kënaqësi vërtet shumë e madhe që gjendem këtu në mesin tuaj, në mesin e shkrimtarëve, njerëzve me zemër të mirë dhe të butë, njerëzve që gjithmonë dinë se si të bukurën ta shndrojnë edhe më të bukur dhe të mirës t'i shtojnë edhe më shumë të mirën. Më vjen mirë që ju jeni sot këtu të pranishëm në sallën e komunës së Tetovës, pikërisht në sallën e Këshillit Komunal, në sallën ku unë i mbaj seancat e mia, mirë po kësaj radhe në pozicionin e një koqirit.
Gjithashtu dua të theksoj se Komuna Tetovës në vazhdimsi po përkrah aktivitetet këtilla, të cilat ngren edhe në një shkallë më të lartë Komunën e Tetovës sa i përket kulturës, artit, sportit e kështu me radhë. Gjithashtu është një nder dhe kënaqësi ime që sot të ndëgjoj edhe nga projektet nga shkrimtarët të cilët sot janë këtu në promovimin e librave, të cilët më vonë do t'i prezantojmë në organizatorët, që të mos e zjas më shumë këtë fjalimin tim dhe mos gaboj më shumë. Dua që të gjithë juve t'ju dëshiroj shumë shëndet dhe suksese në punën tuaj, ndërsa të tjerëve të rinjve të cilët sot gjenden këtu në këtë sallë të lexojnë më shumë libra. Faleminderit. Ju falenderoj dhe sigurisht e para që duhet të fliste është kryetarja e shoqatës ONU, zonja Behare Neziri, ju lutem, drejtoni. Të nderuar të pranishëm, i nderuar përfaqësuesi i Ministrisë së Kulturës, zotri Pohaxhedin Shehapi, i nderuar kryetari i Këshillit Komunal, zotri Bekim Mehmeti, zotri Ahmet Qazimi, të nderuar miq, poet nga Shqipëria, Kosova, qytetet e Maqedonisë dhe nga diaspora, nga do që keni ardhur, mirë se keni ardhur një herë këtu në Tetov. Sonte ndjehem shumë krenare që kam privilegjin të hap festivalin më të rëndësishëm të shoqatës së shkrimtarëve ONU këtu në Tetov. Pra, festivalin bashkëkombëtar të poezisë Festat e Nëntorit, një nga projektet më të rëndësishëm të shoqatës. Është kënaqësi të kemi poet nga mbash shqiptaria sonte këtu, pikërisht për të festuar festat më të rëndësishme të kombit shqiptar, siç janë pavarësia e shtetit shqiptar dhe festa e alfabetit. Sonte e shpall të hapur këtë manifestim dhe shpresoj që të jehoj poezia e bukur shqipe. Ju faleminderit. Faleminderit kryetare dhe tani në vazhdim do të ftojmë zotin Bejxhullin Shehapi, që është përfaqësues nga Ministria e Kulturës. Faleminderit. Përshëndetje të nderuar ardashës, nderuar poet nga tohet tona shqiptare, nderuara kryetare, është një kënaqësi dhe një privilegj të jemi sonte këtu në kuadër të festave të Nëntorit. Pjesëmarrja në këtë festival gjithneve na begaton, na pasuron, nga se poezia çdo herë ka atë karakter dhe luan rolin e lidhjes ndërmjet dhe përforcimit të urave ekzistuese ndërmjet shpirtrave dhe ndërmjet njerëzve ardashës. Ministria e Kulturës si çdo herë dhe kësaj radhe dha një mbështetje këtij festivali dhe do të bëmë përpjekje maksimale në të ardhmen që këto evenimente në Tetov të jenë të qëndrueshme. Njëkohësisht ky bashkëpunim me Komunën e Tetovës, ashtu siç theksoi edhe kryetari i Këshillit Komunal, do të vazhdojë edhe më tutje. Tetova do të vazhdojë që të frymon me poezi dhe do të jemi sonte me vargjet e nderuarës Sadia Aliti edhe një herë këtu në Tetov. Unë e përgëzoj edhe Sadien dhe ONU-min, shoqatën, antarët e shoqatës, bordit dhe dëshiroj sukses edhe në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit zoti Shehapi. Mirë, në vazhdim ftojmë zotin Ahmet Qazimi, përfaqësues për veprimtari publike, të marrë fjalën. Faleminderit. E nderuara kryetare zonja Neziri, profesor të respektuar, antar të shoqatës së shkrimtarëve ONU, i nderuari zotri Shehapi, këshilltar shtetëror në Ministrinë për Kulturë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kryetar i respektuar, i
i Këshillit të Komunës së Tovës, miq të ardhur nga qytetet tjera të Maqedonisë, të Kosovës dhe nga Shqipëria. Për më është respekt që të jem fillimisht antar nderi i shpallur nga shoqata e shëntarëve ONU, të jem këtu së bashku me juve sonte, të ndaj disa fjalë, nuk është çdo gjë e thënë në prani të poetëve është e tepërt. Nuk dëshiroj të zgjati më tepër fjalimin tim, vetëm dëshiroj të theksoj që të gjithë ju jeni duke e madhështuar nëntarin mjedisor, nëntarin që përse 7 vit me radhë në mënyrë institucionale, çdo vit, çdo ditë me manifestime të ndryshme, është duke u kremtuar në qytetin e Tetovës. Të gjithë ju me kontributin tuaj dhe të gjithë artistët, do të qenë qindra artistë që performojnë gjatë këtij muaji në qytetin tonë, do të madhështojnë dhe të respektojnë Tetovën tonë. Dhe së fundmi, dëshiroj të gjithë juve, që përshëndes në emrin të kryetares së Komunës së Tovës, e cila për shkak të agjendës së ndjeshur të një udhëtimi zyrtar që e ka jashtë shtetit, nuk është e pranishme së bashku me neve sonte, të përcjellje përshëndetje të ngrohta nga zonja Teutari. Faleminderit. Faleminderit zoti Qazimi, të nderuar të pranishëm, se si duket dhe me cilën gjuhë flet shoqata e shkrimtarëve ONU, më lejoni të ftoj sekretarin e shoqatës zotin Rami Kamberi që të merr fjalën. Me mbrëma, përshëndetje për të gjithë. Unë nuk do të flas për koherencën e shoqatës së shkrimtarëve ONU Tetov, sepse të flasin vetë veprat, kështu që se ç'është dhe kush është shoqata ONU, ftoj të gjithë poetët e rinj që të rreshtohen këtu. Këto jemi ne. Ne nuk vdesim kur, sepse ka kush na trashëgon dhe këto do të lënë pasardhësit e tyre ndër mote, ndër shekull. Ju falenderit. Faleminderit. Atëherë të nderuar të gjithë jemi të vetëdijshëm se shoqata e shkrimtarëve ONU në shenjë respekti për poetët dhe shkrimtarët e kësaj ane mban edhe ditaren e kujtesës së pagëzuar portret letrar. E për këtë vit kemi nderin që ta prezantojmë poeteshën Sadia Aliti, anëtare e kryesisë së shoqatës ONU, por së pari ftoj aktorin e mirënjohur Burhan Hamiti që të na freskojë me disa vargje nga krijimtaria poetike e Sadia Alitit. Nderuara poetja Mila mua që të bëj përzgjedhjen mbas shijes timet artistike dhe unë zgjodha disa nga ato që doja sonte t'i ndajmë bashkë. E para titullohet Shiu derdhi lot për të. Shiu derdhi lot për të. U derdhen ato lot si kaltërsi deti në atë fytyrë kulaçe. Sytë boj kafe kishin mal largimi për ditët e kaluara me asdi. Ditët vijuese ritëm i përshpejtuar me pak fry. Rastësi në ulsen e parë. Ngacmoi 2 zemra. Kishin apo s'kishin dëshirë për ta vazhduar atë lojë? Ti apo unë e nisa pak e rëndësishme, vetëm kjo lojë nuk kaloi në dashuri.
këtë duan ta kenë zili, deshi edhe më të qaj, shiu derdhi lot për të. Qielli mori brengën e verës, e përgjismoi dhimbjen. Në këtë frym zgjodha edhe një poezi tjetër, Falma atë buzëqeshje. Thellësia e yjeve më barti në përloj, falma atë buzëqeshje që mbra me pate. Rezja e hënës të më katoj faqen e lehtë, e prushin djegës ti e shua. Kur vjen me terin e mesnatës, të hënën e parë, në maj e luleve, bugjeta të karanfilta të kuq zjarë. Andaj, mos haro. Eja e fal buzëqeshje, dje, sot e nesër, deri në amshim, në vazhdimësi, mos ja fal askujt, ruaj për prushin tim. Një poezi tjetër që për mua ka një mesazh shumë të madh, një mesazh për gjithë rruzullin toksor të thoja, dhe sonte këtu kemi shumicën e mysafirëve të gjinisë femrore dhe të poeteve të reja që pam, apo poetet të ri, shumica ishin femra, andaj mendoj që kjo ju dedikohet më shumë atyre. Pse su bare mam? E diti se ç'është dhimbja? Jo, nuk kupton fare. Të gjitha të rëshqasin në përdor, mos ta përjetosh amësin. Nuk e di ti faj, tjerët e fshenjë. Në këtë botë, shumë gjallësa lindën, e ti jo. Ndoshta ka edhe të tjerë, por dhimbja është vetëm e jotja. Nuk përjeton të kjorin, lëvizet e foshnjës në mbështjelës, ato gjuajtje të duarve të vogla, ende të paformuara. Rrugën e mundimshme të lindjes, as të qarën e parë, që dha shenjën e një krijese të re, as belbërzimin e gishtave faqeve. Ngrohtësinë për të shtrënguar në kryk, vetëm të marrësh erë të pjesës sate, që rritet si të gjithë të tjerët. Ju falenderoj. Faleminderit për emocionet Burhan. Sadia Aliti më shumë se 2 dekada në opinion është e njohur si gazetare, profesoresh dhe mësimdhënëse e gjuhës shqipe, humaniste dhe aktiviste e sektorit qytetar, sidomos në aspektin e fushëveprimit të drejtave të grave. Poete me 18 tituj të botuar, sot njëherë do të promovohet edhe titulli më i ri, i sapo botuar dashuri shtegtare. Vargu i Sadia Alitit komunikon në disa gjuhë të botës, pasi që është përkthyer dhe botuar si në slovenisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, turqisht, arabisht, anglisht, greqisht, suedisht, maqedonisht, serbisht, rumunisht, hungarisht, bullgarisht, danezisht, norvegjisht. Sadia Aliti është pjesëmarrëse në disa festivale kombëtare e ndërkombëtare, si në Sloveni, Turqi, Suedi, Maltëzi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshefe dhe tjera, ku edhe është e shpërblyer me çmime e mirënjohje të shumta. Në vijim do t'i prezantojmë edhe disa nga ecjet letrare, një shkëputje nga vlerësimet dhe recensionet e realizuara nga kritik të ndryshëm letrar për krijimtarinë e Sadia Alitit. Asgjë në natyrën e poezive të Sadia Alitit nuk është e rastit, nga se botëkuptimi kuptimor dhe ai semantik janë rezultati gjuhës së veçantë poetike, i formës që ka kushtëzuar një shprehje të vërtet, të bukur, të pasur dhe thellësisht intenzive. Mëreis me Tjonuzi Krosi, Tetov, 96-ta, libri Koha Blu. Fshehtësia e artit të Sadias nuk është panjohshmëri, por bukuri. Qenja e saj poetike shndrohet në një flijim të mundimshëm, por si tepërësia e Boalos apo ajo e zem shkrelit të lindësh e të shuhesh për një fjalë, kthjellësi në fytyrën e personazhit të tragjedisë klasike.
Baki Ymer, Bukuresht, 98, libri Das Mëzanash. Trajektoria krijuese e Sadies ngjitet guximshëm në hapësirat mitike, por gjithmonë duke ruajtur sensin femëror, gjithmonë duke vënë në spikam afshin femëror që vjen në poezi, akoma më tepër përforcon bindjen e Sadia Alitit me mjaft pasion, ka hyrë në familjen e madhe të krijuesve, duke kontekstualizuar mitikën me realitetin aktual. Bardhyl Zaimi Tetov, 2006, libri Vallëzim Parajse. Poetja Aliti përcjell një mesazh shumë sublim që dashuria ngadhnjen mbi të gjitha. Ajo është si një maksime jetës e mbi të gjitha. Njerëzit duhet të dashurojnë, të vazhdojnë të dashurojnë. Dr. Azi Mustafa, Shkup, 2006, libri Fjalë të heshtura. Sadia Aliti është nga poetet e ralla, nga se te sistemi poetik në planin e konceptuar e organizues të bërjes poezi i ik tradicionales si formë dhe i bashkangjitet vargut popullor me një gjuhë të re, ku lirshëm gjallëron liria e vargut të lirit me gjuhën joshse, për të rilindur oazën e dashurisë mes njerëzve. Rami Kamberi, Tetov, 2006, libri Fjalë të heshtura. Krijimi poetik i Sadia Alitit ndërtohet e metafeksohet në diskursin simbolik. Simbolika e vetë tekstit bëhet polisemi në kodin tematik, duke ngritur kështu diskursin e poezisë në gjuhën shënjuese. Dr. Flamur Maloku, Prishtinë, 2008, libri Valigje e kujtimesh. Figuracioni dhe depërtimi në për labirintet të kaluarës dhe tejkalimi kësaj kohe për të ardhmen janë pikësynimi i autores për të dhënë qartësinë evokuese me të gjitha trandjet dhe që i pohon jeta. Nejat Rexha, Gjilan, 2011, libri A do të më falësh nën. Poezitë e autores kanë shumë emocione dhe mendime përgjithësuese, të cilat e mbajnë afër lexuesin. Për të lumturuar të tjerë, duhet të jesh vetë i lumtur, thot poetja dhe poezia Liri Burgu. Dr. Murat Gecaj, Tiranë, 2014, libri A do të më falësh nën. Kur dashuron, është mirë ta thuash me zë të lartë, madje edhe atëherë kur përshpëritjet kanë magjinë e tyre të pakontestueshme. Si duhet të jetë dashuria e një poeti? Unë them, e ndjeshme dhe pakufishme. Sidomos atëherë kur vjen fjala për një dashuri që vjen si një dhuratë e Perëndis për përmbushje ekzistenciale, apo si një gamë ndjenjash të thella me një forcë magjike, të cilën mund ta kemi jo vetëm ndaj qenies që e dashuron, por pikës së pari ndaj atë dheut dhe mamas. Daniel Marian, Bukuresht, 2014, libri Dritë dashurie. Poezia e Sadies është thirrje për ndryshim, për vetëdisim, është e mbushur me porosi në çdo aspekt të jetës dhe në të gjitha motivet. E ato janë të arsyeshme, sepse autorja ka prekur gati në çdo motiv me poezitë e saj, në të cilat ka ide, ka mesazhe, ka optimizëm dhe ka kuptueshmëri. Bilal Meliqi, Preshev, 2014, libri e nesërmja. Thirrja shpirtërore e poeteshës Sadia Aliti është një kërkesë e veçantë dhe shumëfisht, shikuar në fushën sociologjike, psikologjike dhe veçmas në atë estetike. Ajo nuk thur lavde e as ngremite, por ballafaqohet me të bukurën dhe të shëmtuarën, kategori estetike që gjithmonë qëndrojnë ballë për ballë dhe në pajtueshmëri me njëra tjetrën në për të gjitha kohrat. Profesor Dr. Raju Pajtini, Tetov, 2014, libri e nesërmja. Autorja ngul këmbë në heqjen e maskave dhe zbulimin e fytyrave, jep mesazh se sa e fortë dhe sa e pazëvendësueshme është dashuria ndaj nënës, lëndimin e së cilës çdo kush e bart me vete mbi supe. Nuk mungojnë as mitet dhe përradhat nga goja e popullit mbi zanat. Pastaj, ironikisht, ajo tregon se sa vështirë vilen mollet e Tetovës për të vazhduar me frustrimin që sjell shkelja e besës dhe fjalës së dhënë. Besim Xhelili, Vjen, Austri, 2015, libri Romanca dashurie. Duke dëgjuar me vëmendje dritërimat lirike, poetja Aliti nëpërmjet vargjeve, në një mënyrë të talentuar e sublime, e ngjyros me ngjyrat e Ylberit, duke vendosur njëkohësisht veten edhe si qendër të ngjarjeve, edhe si vëzhgues kurreshtar,
por çdo herë me një sinqeritet të pazakon ndaj vjershës, duke shënuar vargjet me vragët e thella të vetë të rrëfimit personal. Profesor Dr. Slave Banar, Ohër 2014, libri Kuror dashurie. Autorja nëpërmjet fjalës së saj, sikur do të na ngri në momentin e ndjenjave, të cilat vallëzohen jo vetëm në shpirtin e gruas, por mundohet ta pasqyrojë domethënien e gjithë asaj që ndodh në hapësirën ku i përjeton gjithë ato dëshmi, të cilat padyshim kanë ndikuar që të krijohet një realitet i shtrembëruar me prezencën e theksuar të mundimeve të kohës së sotme. Profesor Dr. Sonja Rizovska, Shkup 2014, libri Kuror dashurie. Temë dominante është tema e dashurisë në shumë poezi të autores, ku shpreh ndjenjen njerëzore të dashurisë si në poezinë Kuror dashurie, Ecje, Falma, buzëqeshje e të tjera. Ndërkaq që në Virshën, Mollat e Tetovës, spikat me vargjet të skalitura, ruajtjen e identitetit, nderit njerëzores. Bedri Halimi, Prishtinë, 2017, libri Stin dashurie. Poetja Aliti në këto krijime përshfaq botën e vetë të brendshme, krijon një realitet të përfituar, mbase dashuria është një thirrje e lashtë për t'u kthyer brenda, ndoshta ka edhe diçka tjetër të panjohur, dhe pikërisht te kjo e panjohur e përjetshme qëndron e magjishmja e dashurisë. Hasan Elshani, Ljubljan 2018, libri Stin dashurie. Herë ajo evokon frymën epike që e ka burimin në figura të tilla të eposit shqiptar, si Gjergj Elezalia e Dorontina, apo tek legjenda e lashtë e Rozafës. Poezitë Nuk deshi fatin e Dorontinës dhe Amanet Rozafën janë ndër më të bukurat e librit, sepse ajo merr shkas prej dy legjendave dhe i trajton në mënyrë moderne, duke përcjellë mesazhe të rëndësishme bashkëkohore. Nduel Azri, Bolognë, Itali 2018, libri Mbretëri dashurie. Poezinë e Zonjës Aliti mund ta konceptojmë edhe si vetdije identifikuese midis kohëve dhe ndërthurje të ngjarjeve jetësore, si sukses që i afrohet bot kuptimit poetik, nga se autori e vën në vetdije absolute botën e të arriturave të zhgënjimit, pendimit dhe gëzimit. Hyseni Ibrahimi, Malme, Sueti 2019, libri Ylbere dashurie. Ky botim më i riu i poetes Sadia Aliti prezantohet me ritmin e një frymarrjeje të qetë, me aq shumë mesazhe e peizazhe, nga ato që japin shans ti përjetosh si ide mbi të bukurën dhe dashurinë, ose si pamje të ambientit krijues të poetes. Në këtë frym kanë marrë formën poetike shumë vargje me emblem dashurie, si paraqitje nga etjet e vazhdueshme për ta ngjyrosur realitetin e përditshmërisë, për ta mishëruar atë si aromë të këndshme që jep kuptim jetës dhe rrethit që e bën atë jetë. Ibrahim Kadriu, Prishtinë 2019, libri Dashuri shtetare. Ishin shumë vlerësia, por ja vlen për poetën Sadia, po mirë, në vim do të prezantojmë do të ftojmë në fakt kryetarin e shoqatës zonjën Behare Neziri për t'i dhënë mirënjohje poetës Sadia Aliti. Përshëndetje për të gjithë, ndihem shumë nderuar që jeni sonte në mesin tonë. Poetë të ardhur nga diaspora, nga Zvicra, nga Slovenia, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, shok edhe miq të nderuar. Ky është libri i fundit dhe këtë libër kam një dedikim. Kam dedikim prindërive të mi, që babai këtë vit mbushi 70 vjet jetë, nëna 68. Ata po ashtu kurorëzojnë gjysmë shekull jetë në kuror, jetë të përbashkët. Prandaj këtë libër ma dedikoj atyre. Femra dhe ndihem shumë nderuar dhe respektuar me prezencën dhe pranimin tuaj.
Sa di uroj që gjithmonë kujtesa të jetë gjua e saj, mu si poezia. Tani zonja Beare Neziri, kryetare e shoqatës Oeneum, janë dhënë portretin letrar zonjës Sadia Aliti. Mirë, gjithmonë është thonë se poezia, princesha e artit, i ka hije dhe jehona e muzikës. Andaj, i ftoj Olsin dhe Aurelin për një pikë muzikore. Dashur të këndshëm, tani të nderuar të pranishëm, fjalën e ka ora poetike, Oedeoni i nëntorit dhe më lejojnë që t'i ftoj gjithë poetët. Silva Ternava, Kozeta Zavalani, Gjelal Tosku, Sami Velçani, Amila Mihaili, Klejda Plangarica, Dimitër Nica, Rovena Toski Koci, Shevqeta Kosalci, Gentiana Muhaxheri, Ajete Pavata, Baramali Selimi, Remzi Saliu, Selvete Abdullahu, Besnik Camaj, Flora Peci, Nuri Koleci, Shevqet Dinaj, Gjelal Ademi, Adem Gjeladini, Arlin Farizi dhe Bekzat Sadiku, poezit e lexuara i lutëm Tilinit e Juria. Përshëndetje të gjithë dhe emrin e kam mes gati fundit në alfabet, po pas na facët. Masi se kam poezin tjetër nga libri dhe isha me zgjedhë diçka, po për zgjedhë një që më ka qëllu. Shpresoj si do t'ju pëlqen. Një mision i veçantë me qinë Tetov, se është hera parë që po marrë pjesë një manifestim letrar në Tetov. Faleminderit suksesin unë në qeni të krego. Për ndryshe, nuk është hera parë për
kolegët e me këto se një libër është sponsoruar me imja nga vetë tova. Faleminderit për ndihmën. Një poezi pak relaksuese besoj që do t'ju pëlqej. E titulluar Mbyllë syt. Mbyllë syt. Kur prekja ime të mungan përmes ndrithrimes më ndjej, mbyllë syt. Lekureq përmes frymarrjes do të vijë e shpërthyer, mbyllë syt. Në lëkurën e rrëshqethur të kurrur katran, pjekja diellit me fllladin e verës që djeg shtrëngaj. Mbyllë syt, aty jam. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për ftesën. Edhe për mua është hera e parë që marr pjesë në një tubim poetik dhe nuk ka si të ndodhë ndryshe një kënaqësi më e madhe për festat e nëntorit. Urime të gjithëve. Si mbretëresha të ut ndihem sot. Me kurorën mbi krye e veshje si flamuri kuqezi. Nëntorit frymëzohem e krenarin e thurë në poezi. Si djellje si hëna dal në breg. Valve të kaltra të Adriatikut ndjek një shtek. Ndal në një kodër mbi lumin artat, në kështjellën i lire të oneunit antik, ku vallzon menada që kur s'ka frikë. Disku i zjarrt mbytet në ujë, ku shpirt razuar nëntori nxjerr shpunë. Pikon gjak trëndafili mbi degët e shpresës, në sytet e dritës, në ëndrat e jetës, hapësirave të mendjes, lëndinave të shpirtit, prushit të buzëve, errave të qiellit, në narkun e hyjeve, ku nata ngre plurin e hijeve. Mbi qerpik të nëntorit zbardhen shekujt eshtjen e historisë. Malet rrokullisin hijet e dritës, e rrezatojnë lëpirave të brelta, kur rrjedhin lirshëm pergamenet e përjetësisë. Faleminderit. Poezia ime është shumë e vockël, edhe nuk ja vlen me qu kultura gjithë. Mund ta ndjesni mikrofonin në vendin tu? Edhe pësem që këtu. Jo, shtypeni butonin. Roji rrjedh nga kodrinat përballë. Jeta nuk ekziston. Ekzistoj vetëm unë dhe ky dru i vogël arë në fund kopshit. Zotë Sami Veçani? Unë jam avokati gjelar. Mundem? Patjetër. Copës e të shtimit i nërë. Kur adhohet kënga e pulthave, e lakuri që tari nga kuvat të këtë remër natë, ti copës e të shtimit i nërë, shkëput kujtesën ti me veç. Fjalla ime, që mbron dhe shkakron vetë vete, ti si e shpirt, e jo me krijesë. Komunikimi im si të plasë, je fshehur në buzët e mia, që dhimbja ka orgazme. Çdo dashuri që ecën buzëhonin, dënimi e privilegjim. Ti të mbushura me shpirt harpagonin,
unë duhet ta besoj të vërtet çdo mashtrim. Faleminderit zoti Melçani. Mbali mikrofonin. Klejda Plangarica, Dimitër Nica dhe Rovena Toski Koçi. Pra fillojmë me zonjën Anila. Nuk është aty mirë. Klejda Plangarica, pra. Ju falenderoj, unë vi nga Tirana. Është hera e parë që marr pjesë në një manifestim të tillë poetik këtu në Tetov. Ka marrë pjesë në manifestime të ndryshme, por ndjehem vërtet e befasuar nga organizimi, mikpritja dhe gjithçka tjetër këtu. Është vërtet kënaqësi të jem mes jush. Unë në fakt nuk është se isha përgatitur për të recituar një poezi sot, por po improvizoj diçka nga poezitë e mia të reja. Kur akoma. Cilës dashuri i përkas? Asaj të brushtës që dridhet e feks të qast, pastaj sprapset e zhytet në mbrymën e hirt, që bote zjarrt lëpas, asaj të amurtës, të psheretimtës, që kurse njohu fllatin e as shtjellën, dhe fle e zgjohet në të njëjtin shtrat, asaj të rjedhtës, që rrymon trupit teje për teje, roke përpjek të alas shëmbjesit, e të përplas atje ku do dhe s'do të jesh, ku frym jep dhe prap gjallon. Cilës dashuri i përkas, kur akoma pres gjunjëzimin tënd. Kur akoma pres gjunjëzimin tënd. Faleminderit zonja Klejda. Vazhdojmë me zonjën Shevqeta Gosalci. Urime sa dje të shtofshin veprat. Portreti i Zotit. Në kohë të vështira na linde në Shqipëri, na burrove para kohe. Që përjetuam, e di vetë Zoti dhe ti. Satanët në danë drejtsin, këngën e prej në fyt. Buzqeshjet mbi male, ti përmbysën djepat kur po hedhje valle. Ti vran në ëndër, nuse e dhëndër. Se ndale këngën Shqipëri, se ndale. Syt ulin shikimin shigjet, detet pasqyra plot pulbardha, pishat akrepa ndajnë orën, thinja i dolëm dhe borës kur ta thyn kurorën. Flok të thinjura e fletës bardhura nditar, të shqiptarëve kudo në botë, ti plotsojnë ata një ditë vetëm me një notë. Dikush të quan të vogël, dikush të madhe, ti Shqipëri je natyrale, je grua e burr. Detet për rreth të hedhin valle, kuror pishash mbi kristale, diellis të perëndon kur. Je e ëmbël Shqipëri si rrushi në vjesht, mos hesht për vete Shqipëri, mos hesht. Je lule me pika vese, zemër me vulpese. Kote kanë satanët që të ndanë në pes, ta ndanë edhe ylberin. Hënës t'ja vun frëngjit, je oaz me pisha mbi kristale, diellin ta shqelmuan zenit. Harruan bulsimin e 3 pranverave tua në vit. Lumej ta ujisin dritën, rritën e ke pish, pjeshkët fustan gjata shkundin bardhësit,
në ara e livave, bukuria mbin. Deti ta bën me sy, mali ta bën me vetull, lashtësit i bartë në sqetull. Shqiponja t'i bëjnë hije motit, Shqipëri, portret i Zotit. Faleminderit zonja Gosalci. Ftojmë tani Gentiana Muhaxheri. Përshëndetje gjithëve. Fillimisht më lejoni të përcjell përshëndetjet më të përzemërta nga Gjakova. Unë zgjodha që të citoj poezinë time të parë, është e para që kam shkruar, dhe në qenë se jam për herë parë në Tetov, por e citoj këtë poezi. Titullohet Gjyqi i heshtjes. Në seancën tonë, po gjykoi heshtja. E ulur në bankën e betimit, prisja të fliste e vërteta. Gjykatës kishin dritën, po na dënonte errësira. Ne mbroheshim me heshtjen, ishin kohë të vështira. Avokat kishim aratisjen, të gjithë heshtja i vriste. Të harruar në seancën e jetës, prisnin që dikush i pari të fliste. Të gjithë më shikonin mua, prisnin gjykimin e femrës. Ata haronin se ne flasim vetëm me zërin e zemrës. Faleminderit. Faleminderit Gentiana, ftojmë në vazhdim Ajet të Pavata. Përshëndetje për gjithë, urime ju Tetova, urime Sadie. Poezia ime titullohet Më dashuro. Më dashuro, mos më merr me ry, se dashuria nuk njeh kush betejen. Në hapësirën e madhe i palit vetvetes, dashuria në univers e ka zbuluar jetën. Para dashurisë jam shtrirë si erat, në largësi flisja me gjuhën e yjeve. Bëja dashuri si rufet me ëndrat për të gjetur në shpirtin tënd strehen. Më dashuro në 24 orë diell, rrënjet e kanë bukurinë e përveçme, sytët e luleve i qelin veç në qiell, e mbetën shtatzën me fjalë zemre. Faleminderit. Ftojmë me radhë zonjën Selveta Abdullahu. Përshëndetje. Hieroglif i fatit. Në piramiden e Keopsit, ti, faraon që ngjit shkallët, e mbiur si fije vloku, grise delirin e ëndrës. Pigmentin darë në dysh, nis rrugëtimin qiellor. Afrodita los vallën hije qeshur, pezull që vdron, muzgu shumë kohë. Kur Artemida shlindorën e pajtimit, hije e shëndruar në ekstaz. Ushëtime malit mbetur vegim, ti zan i eshtoj zëvallë apo nimfa je ti. Në fokus rikthej kohën sonte, sa përëndi kalua në për dekada. Po si meteor ik me vrapstina, mbështetur mbi krahërorin tim, apo në principin e heshtur Dionizit. Ju falenderoj. Ju falenderit e në vazhdim ftojmë zotrin Bajram Ali Selimi.
dheu në valigje. Nuk kam kohë ta qaja dheu, që ecën mbyllur në valigje. Heshtja është mortore, si kur e parë të balarët që mundohen në neveritin, në thurën trurin. Dikur një poet tha, a dheu i në ark, unë qesha me te, tani nuk kam kohë, as edhe ta qaj, pasi ende ecën me makina të markave të hoja, e me këngë një zamësh, kur digjet e kur i vajt, e shëmtuara qenë karuktimi, me heshtjen e kortezhit, pasi a dheu rinë valigje, ne ecim mark i volin e ti, heshtim me fatin ton tragjik, fatin ton prej korpi, fëndet. Mirë, ftojmë tani zotin Renzi Saliu. Përshëndetje, poezia titulohet Cirk. Cëlla kohet patriotizëm i devalvuar në arenë, në vesh të popullit premtimet tingllojnë si sirenë, mbushet e përmbushet hapësire thinjur me fjalë, shtërngojmë ripin të i mase të mbetim i gjallë. Çdo gjë në univers nis mbare kthen mbrapsht, si kur në nisje mendimi ta frenon një kasht. Trupin e zhveshur me atake fjalësh ta shponera, ruan a Zot se premtimet poshe hyn nga dera. Në distancë pastrojmë veten nga llomi i thashëthemeve, lëkura shtëngohet kur ndalit dielli në shllungat rreve, pastaj gjuha e nënës ngulfatet nga hajnit, po ti kuptuan prank prishësit, metaforat i thejnë brind. Nëse shikon ndryshe atë maje të thebisur kreshe, je botanik e mbyllur në gjethe të tharë vjeshte, pastaj buka burgoset në sirtar për skamnon, unë u vdes fëmija i uritur prindërve në dorë. Rivarosen korupcione dite me dredhi, denacionalizohet liria e njerëzve me mafi, bota shpalon kofshët e veta me djallëzi, nga bordele rrena shëmbëdhen në fitir marëzi, për mbi humbjet e fitimit e koz, njerëzit ngren doli, tashmo nuk dihet kush hap e kush pi, në këtë zoologji. Faleminderit shumë zotin Remzi, ftojmë në vazhdim zotin Hasan Elshani. Mund të dhe për aty. Me të këto urije së dje, vinë nga Ljubljanë. Pse? Pse errësira e kohës dhe pushtetit? Se njeriu, njerëzit kanë një kohë e shumë ftyra. Pse? Kopshtet e dashurisë shuhen pa ngjyra. Pse? Gëzimi në vaj, mal, pa dashje. Pse?
Në vazhdim ftojmë dhe zotrin Jusuf Zjadeni. Mirëmbrëma të gjithëve. Zgjimi, i rjepuri dhe i shtjepuri zgjetohen në rrugë. E bën vërshim gjash në mua dhe toptan kokën ma kërkuan. Në tryes kirurgësh mashtruan, diku mbi asfaltin e zi. Në mes të qytetit, anë periferi, e mi ndan trun pik e pes, po vetëm dëmkat mi pastruan, vetëm nga gjumi sa më zgjuan, se më hoqën nebulozën shekullore, që jam baja hison prore, e më prekën në shqisën e 6 dhe më hapën thyrin e 3 dhe më hapën laringun vetë, se nuk hape dot me vjetë kur po bënim gjumë lezet. Ju falenderës. Vazhdojmë edhe me disa poetë, ftojmë në vazhdim zotni Besnik Camaj. Ju përshëndes gjithve. Falenderoj organizatorë që kanë kriju këtë stafetë dashnie këtu, sonte. Ne poetët jemi fëmijë të vujtjes edhe të gëzimit. Do ta lexoj poezinë Republikë. Streh e dashnisë sime të pambaruara. Ani pse cop kam ra në dashni me ty, edhe pak pas. Më ke mbajt ngroht, më ke dhanë dije, më ke bahi. Më thret, nemën e mbjem. Mi mbron rënjët edhe fjet. E sa herë du me të përshëndet, bahen pluhun e rrugëve tua. Të kapi për strehe, e ngrej kryet me të pa, e me ta ba me dorë, sa ka që shi e breshën, në godet, në kokë, bahen qumë, rrugë me gropa. Ka herë, edhe ndoj fërfliz mi shku në flokët e mi shnduk njënge, veç atyne të fortëve, që janë thanë që ndres, e në pëndes kanë marë në gjyrë shkëmbi. Po, unë nuk të lëshoj dash, se kështu më ke gatu. Edhe nëse të hesh ndoj herë, kur djersi, të vëprat mbi kokë, s'punë dhe pa ty. Edhe ashtu, kimet janë radhu, të mbramat janë me fatë. Shkretina po hapnohet nga shkuldesja. Tash, krejt që ka bje e mbi rëshqet, curril kajshën e skajshën. Ta dish, aty në bas veshit, i kam rreth të pikat e shilë, e i kam shpërnda në telat shpirtit. Me u tha e me u tret, bashk me erën dhe me atë qimë që s'me hiqet asht një herë nga mëndja. Me dashtën. Të kam rrujt ashtu si kam ujt. Me krah e pa krah në breshën e stuhi, me 100.000 të lashe në shumë kufi. Bukur shpesh më është dridhë zemra, nga vesh të mure, nga telat shpuës dhe nga njët e pakthim, po edhe nga ikja qasteve pakthime pa në fakt. Kur kapëshim për asë gjallë nuk shiheshim të sysh, kur i kthejmë në shpinë në njani tjetrit, në vend që t'i kuronim plagët pak në bana, e të jetonim bashk me mendjet ndritun e dashnit pa fikun.
Ma e dashur ime, të dhe prapë mbi kokë, po tash të plot. Me tanaskajet dhe nuk të heshme, që të miruash bjeshkët, me gjitha të shtigja të brigje, ku e lash frymën time, në vrap me këngë, për lullet bukura, dhurat, për gjyshet, nanën dhe për disa mësues të mirë. Dua të marruash edhe këtjellësinë e ujtë ftohtë, të synit kaltër, të burimit drinit, ku fuqja kam me duar për të nxjerrë një trofë që se kish kusha e botë. Dua të marruash dhe tamrin ati gjini që pikon ngul kalan, dhe ajrin që mban pengat princesh, si dhe dritrimat mes murëve të kanjonit të kujvarësh, dhe gjitha të kështjela e mrekullit të tjera që më të hedhën sysh, mi përbim fjalë të më mbushin shpirtin fllak. Streha ime e dashnisë. Edhe ma tanë ka me të mbajt mbi kokë, mbi vete, derisa të tretën në kristalet polifonik të trupit tënd, e të bahëm gati me rimbi në një pot tjetër me ma shumë dashni. Këtu po ndalen pak, me marrë frymë. E po i bie shkurt kësaj rrugët pasosun me varqet mbushura që ka nisë me dridhë shkronja. Në fundit, le ta dim të gjithë se të dua shëndet plot dhe dua me të panë dritë synit kur të më mbyllësh çepallat për të fundit. Faleminderit. Faleminderit zotësare për emocionet. Ftojmë në vazhdim Flora Peci. Falenderoj organizatorët, Këshillin Organizativ për ftesën, përgëzoj Sadia Litjen për promovimin e librit dhe përshëndetje për të gjithë ju. Iku koha, kur të falë dashurin, nuk e dëgjove. Ishe i dehur nga jeta bohemiane, grisur ndjenjash, leckosur në shpirt. Amulli e qastit, shpirtin të kishte kapluar. Rëshqiti loti Penelopian, tja si takë nuk e vështrove. Don Juan që jeta shpirtin ta kishte gjëndisur. Leckat e dashurisime si shije. Sot, ora ndroj tiktakët e zemrës. Galop tjetër morëm, iku koha, i mori kujtimet. Shëtit, jeto me të njëjtin avas, unë leckosur nuk jamë. Ëndra i qëndisa me dhelo lumëturie, në kështjell hërrese të mbylla krejtësisht. Ju falenderit. Falenderit. Ftojmë Nuriko Leci. Përshëndetje nga libra. Vdes nga pak. Valigjën e kam gati. Nisem nesër. Sonte yje do t'i gënë gjumë. Nisem nesër, kam shpirt nomadi, shpërngulem, pa cak. Vdes nga pak. Faleminderit. Ftojmë në skenë Shefqet Dinaj. Përshëndetje të nderuar profesorës të fjalës së bukur artistike. Vi nga Gjakova Qarshis së djegur kollur sa herë
por nga qarshi ka gjoqe që janë të ndezura dhe pranë atyre gjoqeve rriten dhe ngrohen sa e sa jetim. Poezia ime titullohet 36 drejtënonet e shpirtit. Në tokën e syrit tënd ndeza 36 drejtënonet, orkestruar me tingujt e harpës thellë në damarët e shpirtit tim. Kush jetë ti moj, shtoj se vallën me vallën e haperuse që së ditë kalon e rëzafatit mbi derdhjen e lumit buna, ku më je? Në sirtojnë e dëshira flakruse, apo në dritën e syrit verbus. Po ndjej hapërimin tënd, nëse ka këmpus lumit të bardhë, kur dehesh me këngën e zëgjve atje të burimi, dua të prek hien tënde, në ma e kull të kalas dëshmitar të mbrëmjes ylli edhe harna. Të përvelojmë shpirtrat në lirësinë e mëngjesit, në dritën melankolike 36 nanëve të shpirtit. Po, do të pres, deri në agimet e bardha, të shuajmë mallin e ndezur, thellë në frymen e shpirtit tim. Ju faleminderit. Ftojmë tani Xhelal Ademin. Në fakt, Xhelal Ademi është e aty me kapelën. Unë jam Adem Xhelalini, edhe ashtu na ngatrojnë. Jemi të dy nga Kërçova. Por Xhelal Ademi është mësuar zakonisht që recitojnë poezitë të tjera. Ishte Kim Koça që zakonisht e shoqëron. Tani më ka mbetur bara mua të recitoj një poezi nga Xhelal Ademi, shpresoj se do të kënaqeni. Ndarje. Do i ke dashur, mos thua jo, s'dua të derdhi shlot. Çka donim ne e nuk ishte kjo, një botë që është duket sot. Tërmet e erdhën tek unë ngjan, andaj s'të thash të dua. Atë botë hutuar të gjithë më pan, u lodhe shumë me mua. Dojtë si ndaras, ti mos u trempë, nuk ndodha gjere. Sa të e prishtë të ndjej që dhëmpë, por ndarje ka mbile. Dhe mos përshiko të lutë mik, tu që se ku ta di. Ma ullet jeli për mbi qerpik, për lot dy sytë e mi. Tek zemra jote s'dua të dridhura, pusho, se s'prishet gjë, ka ndarje jeta dhe më të hidhura të vdekurit vitma. Dhe tani me që jam këtu, mozaik. Pak diell, pak mjegu, pak erë, pak pranver. Më pas dy sy, si rrezet qielli, dy krak dhe një buzëqeshje dhe shi. Një melodi dhe një violin në trok, një valc pranvere, një mall për ballë në ngjall. Prandaj do të bëjmë shi, e ti rreze aty në ata sy, ylber me pafundësi. Mirë, në vazhdim ftojmë poetin Arlin Farizi. Këngë për dashurinë. Qetësoj shpirtin dërsa ti tretesh në barakalim. E ëndër në bashkë. Me gjatë duart prej kushtriresh të fle, më merr përdore më ngjit pran vetes si pjesën e munguar t'i puzzle. Vetëm atëherë ndjej se si gjaku dobësohet, si ëndra qetohet parajsën e anemis. Me dashunohet do me thonë me ndigjuesit si të rjedhin lotët veneve.
Nga njëherë më bëhet se është kaq. Nga njëherë thuj se jam I sigurt se është më shumë se kaq. Mirë, dhe poeti I fundit që do të lexoj poezinë e tij është Bekzat Sadiku. Ftoj. Mirëmbrëma. Në këtë vargje ka pak poezi, pak dashuri dhe pak gjeografi. Portret. Sytë rush rahoveci, shtatin trofto po gradeci. Shpirtin uj valbone, lazdrane goc tirone. Guximin sikur nora, vlerën se e gjithë vlora. Zemrën prej drenice, trimëri shotegalice. Balin qiell rrugove, faqet mollat e tove. E bardhë borë shari, gojëm tatli gostivari. Faleminderit. Atëherë të fundit të ftojmë zotin Rahim Ganiu. Përshëndetje të gjithëve. Isha pak I preokupuar ose e ktheva filmin pak në vitin 1995, më duket se në september 5 ka qenë, kur na okupuam policia maqedone, ne disa aktivistë që kishim dëshirë të hapim Universitetin e Tetovës, ishim angazhuar mjaft. Drejt kishim pak frikë, po kur e pam se e kemi Diogardin afër nesh, edhe u quna thatë, mos keni frikë, ta unë sa t'jem këtu, ju s'keni frikë, edhe vërtet kalum mire, nuk du të qojmë atepër. Ju përshëndes të gjithëve, sidomos kryesin, ju përshëndes zotin Shahapi, përfaqësuesin Ministrisë Kulturës dhe zonën Sadia dhe familjen e saj, po ashtu edhe përfaqësuesin e kësaj komune shumë të respektuar. Them sinqerisht kësi organizimi rrallë kemi pa, ose më thonë edhe ndoshta shumë pak. Kam dëshirë edhe në treva tjera, edhe në Kumanovën time, edhe në Shkupin tim, Shkupin tonë këdrejt, të kemi kësi organizime kaq të mira, që është në funksion të artit dhe kulturë. Po, më sta qënë jetë. Poezia ime quhet Harku I Madh. Duke u nisë se Harku ka qenë, si më thamë, një mjet që e kam përdor prej Akili, Hektori, më vonë Aleksandri I Madh, Skënderbeu, gjithë mbretërat I lirë, deri ke Skënderbeu, kësham edhe më vonë të shumë. Dhe them kështu, Harku I Madh, modestia ime pse më këshillon të largohem nga të gjitha dëfrinat që I ka krijuar Zoti e natyra. O pishtarie ime, pse më mbron nga ngadhnimet e mia edhe kur janë të vogla minore. Ndoshta më ruan për një ngadhnim të madh, e kush nuk I nënshtrohet ngadhnimit që e quaj madhështor. Unë që moti të kam thënë se jam pjekur e djegur për pranverën e madhe. Këngën time kam burosur me koreshtje të djersitur, me jetë e zjarë vulkani. Jam si qumshti në zjarë vetëm se nuk kam gufuar. E çka fitoj nëse derdhem në tokën e tokës? Kur këngën time e kam dashuri, në 11 ura e 9 beteja kthesa në mote. E ti modestie ime e tepruar lejon të shndrohem në shigjet zjari, të më gjuam
të më gjuan për zila fletën falni. Të më gjuan falni. Nështë pak kam emocione. Të më gjurë harku i madhë magjik i lashtësisë time, ndoshta do të më shpihen në oazën e lirisë së plotë, dua të më largon nga rruga ime çdo mjerim, të më kursen nga dridhet në ankth e një fat i arrivanosur. Sot e dua një mendim maramendës, si agim mëngjesi, t'i shmangi errat e knetave të ndotura, dhe sojnë që dredhisi thot e përsi. E shkreptima e pishtarisë të më shkëlqen në sfidat e motit të ligë, dhe as kujt si përkulem kur flaka më bëhet ardhmëri e këngë lavdije, urash, e dasëm nën pak krushtish. O piklimi im, ruaj nga një udhtim i ri që e ka shpipur gjarpri, e muzgu im dehës të na ruan nga gjumi të pruar. Nëse njëherë zgjohemi, ne si shqiptar, me siguri do t'jemi të zgjuar gjithnjë, dhe të gatshëm për një pranverë të madhe për një yll lot gëzimi, ku frima shkrihet e vlon, në zjarin e brendshëm ta kuptoj zanafillën e ashtit e këngën time dashuri vulkani. Një libër im, diku nga për 500 faqe, që e quaj Balad në gur një roman, po ma përkthejnë në Turqi dhe dojnë ta filmojnë, jam në biseda me ato dhe do t'jetë një cikël i filmit deri 120 epizode. Juftoj në promovim të gjithve, në llogarin time. Mirë, poeti Nadia Arifi do të vi për fund, ju lutem. Disa fjalë për poetët. Poetët janë ata që shkruan për botën magjike. Janë muzë dhe inspirimi i gjendjave tragjike. Janë krijues të këngëve në korin e shenjtë biblike. Janë thurës më të veçantë të cikleve epiko-lirike. Janë me bazë të gjendjave shenjtore për shpresën dashurike. Janë të urtë, të edukuar, të emancipuar, të qytetëruar nga forcat armike. Ka që shumë. Ju faleminderit shumë, po e të nderuar, uroj që penat tuaja kur të mos pushojnë, suksese dhe vetëm suksese për ju. E tani, pasi kjo është një garë, lus jurin që të largohet nga ky mes poetik që përbëhet nga zoti Rami Kamberi, Adem Abdullahu dhe ju e dini, sigurisht për të u kthyer me vendimarrjet e tyre. Veçare si kryetare e shoqatës. Ftojmë një nga një të ri. Zulkade Nuhi. Erdita Ismaili. Arieta Alia. Sündüz Süleymani. Gentina Abdia. Esra Ziberi. Shefi Eskenderi.
Ayla Memishi. Aldin Isaki. Gentiana Misimi. Nejmia Suleimani. Rezarta Samiu. Alma Selmani. Këto ishin ata të ri që do të na pasojnë neve, ata të ri që do të na zaventësojnë neve. Dhe besoj se kjo është arritja ime më e madhe si kryetare e shoqatës së shkrimtarëve ONU. Pikërisht e ri. Ju falenderoj. Besoj se së shpejti do të kthehet edhe juria për të shpallur edhe fituesit e këtij evenimenti. Ngrihu lotin në qepik, flokët e shprishur, i rëndisje si kristale, tër frimarje në ndali, për para pasqyre, te pragu i shtëpisave. Faleminderit. Të shkrimtarë më ONU, ata inventon sa që dhunë në këtë mundësi të recitoj edhe unë një poezi time. Malli një pranvere ftohtë. Malli gjanë një pranvere të ftohtë. Ko kujtimi për t'i ka vërtitet si një puhis. Dhe vjen një lot puhizën e njonë për zë, dhe zoqt janë nisi një këngë të trisht. Malli vjen e fort me vete, s'jell ves për plot hel mallkimi, dhe kjo pranver një katastrofe shpirtit, e në të tharat e mbetura, capit tha shkënjimi. Ky pal po muzet më lëndoj gjithkun dhe, kjo pranver e pa më shirshme. Zdi malli je tjetër veç që të ankoj, dhe pranvera pa dikë, e ngrirë, fort e dimshme. Ju falenderit. Dashuria. Kjo dashuri e pa shpresë, që shumë nga njerëzit s'ja kanë hedhë. Të ngushton, të dëbon, e aq më tepër kur njeriu që dashuron, nuk të don. A ka dhimbje më të madhe, pyet një i dashuruar, që veten e ti e ndjente si një i mërguar. A do të ketre ati në këtë botë për mua? A do të mund të haroj dhe të hedh në një përuar? Vetëm një shpresë ta kisha, do gëzohesha pa mas, edhe pse e di shumë mirë se asaj nuk ja flas. Pse vallë kjo tokë mban kaq njerëz pa ndjenja? Pse vallë kjo botë është e mbushur me gënjeshtra? Të shumta janë pyetje që ja bëj vetes, por përfundimin nuk arrit ta mbledh e dua t'tregoj të tjerëve. Mirë, juria ka vendosur, ju uroj suksese poetëve të rinj, faleminderit edhe për recitimet. Ftoj kryetarin e jurisë, zotin Ejup Ajdini, për të marrë fjalën, sigurisht pastaj edhe zonjën kryetare, Behar Neziri, për t'i ndarë edhe 3 çmimet për të cilat ka vendosur juria, edhe pse të gjithë mendojmë se të gjitha poezit ishin shumë të bukura dhe janë fituese. Përshëndetje të gjithëve. Një satisfakcion i madh, veçanërisht për mua, për arsye se para 5 viteve formuam shoqatën e shkrimtarëve ONU me shumë finesa lokale, po sot zemra na bën mal, e shihni vetë, kemi arritur për brenda 5 viteve të dukemi nga të gjithë troja shqiptare. Sa i përket jurisë, ka qenë punë shumë e vështirë, sinqerisht po themi, ju jeni bindës vetë se çdo njëra poezi ishte më e mirë se shoqja tjetër. Edhe kemi shkuar në disa nuanca dhe ata që kanë marrë një herë
më parë çmin e kemi abstrahu tani me pa të drejtë, edhe ata që kanë qenë me libra po jo kështu, edhe ato me pa të drejtë, por ishte një kriterium që të vinë deri dikun që diçka të mundemi të zgjedhim nga 30 e sa poet nga mbartrues shqiptare. Për çmimin e tretë, juria u përcaktua Arlin Farizi, Maqedonia e Veriut. Urime, suksese. Se do bëjt mbrapa. Për çmimin e dytë, juria u përcaktua për Selveta Abdullahun, Kosova. Çmimin e parë, juria u përcaktua për Kozeta Zavalani, Shqipëri. Faleminderit Tetovës dhe Tetova është Shqipëri. Unë krenohem për këtë sepse po e marrë në pjesën shqiptare, pasi shumë të tilla ka marrë në përbot, por fatkeqësisht jo në Shqipërinë tonë. Kështu që këtu jam në një pjesë Shqipërie. Faleminderit. Dhe diçka kështu që kemi çmimin special, të cilën nuk e ndajmë sonde, po e ndajmë në natën e dytë si çmim special, dhe për çmimin special jemi përcaktuar për Kleda Plangarica nga Shqipëria. Suksese poetëve që u nderuan me çmime, faleminderit poetëve nderuar dhe dashamirë të artit, të fjalës së shkruar. Për fund me lejoni të falenderoj Ministrinë e Kulturës dhe Komunën e Tetovës për kontributin dhe ndihmën materiale që dhanë. Do u takohen nesër në qytetin e Johanës së Madhe në Shkup, ku edhe gjithë poetët do të marrin mirënjohjet. Faleminderit.